Nëse hani kosë çdo mëngjes, ja çfarë i ndodh trupit tuaj. Kosi është një nga ushqimet që në kurrë nuk duhet të mungojë në frigoriferin tuaj. Shumë anvisa e zënë kosin një herë ose dy herë në ditë për të siguruar që ky produkt nuk do të mungojë asnjëherë në tryezë. Kosi është një nga produktet mirëbërëse si për të rriturit ashtu dhe për të vegjëlit. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteina, kalcium gjithashtu dhe vitamina. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekspertët listojnë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore. Personat që konsumojnë kos rregullisht në dietën e tyre do të marrin përfitime të mira për shëndetin e stomakut. Kulturat e gjalla të kosit janë efikase kundër konstipacionit, diarez, inflamacioneve të zorës së trash, problemeve të saj e të tjera. Ndaj shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit. Kosi është një produkt fantastik kundër osteoporozës. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe të kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Kosi përmirëson tensionin e gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, risku i tensionit të lartë të gjakut do të bjerë me 50%. Kosi do të përmirësojë peshën tuaj trupore. Kosi është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe gjithashtu nepsin për ushqime të cilat mund të jenë vërtet të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi nga kosi ndikon në qelizat e yndyrës të ulin gjithashtu edhe prodhimin e kortizolit ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrna të tepërta. Ekspertët shtojnë se përfshirja e kosit në dietën tuaj rekomandohet vazhdimisht edhe me pak yndyrë, pasi vetëm në këtë mënyrë do të merrni përfitimet e saj dhe do të evitoni kështu ndikime negative të kosit në organizmin tuaj. Shtimi i kosit në dietën tuaj do të ofrojë vitamina të rëndësishme. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminën B5, gjithashtu edhe vitaminën B12. Shtimi i kosit në dietën tuaj do të ofrojë një marrje të mirë të këtyre vitaminave, shumë të rëndësishme edhe për të zhvilluar rruazat e kuqe të gjakut, për të përmirësuar imunitetin dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur një organizëm të fortë edhe për të mbrojtur imunitetin tuaj, sidomos kur keni edhe ftohje. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore është i mirë për të mposhtur viruset ose dhe bakteriet. Konsumoni të paktën 150 deri në 200 gram kos në ditë për të shpëtuar simptomave të tilla, për të përmirësuar imunitetin dhe për të nxitur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do ju ndihmojë që të keni një lëkurë më të fortë, më të shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e saj. Kosi është një nga produktet më fantastike për femrat. Ai do të përmirësojë lëkurën e tyre, do të shtrëngojë poret dhe do ta bëjë lëkurën elastike dhe plot me shkëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, gjithashtu ai përmirëson edhe lëkurën tuaj. Kosi do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të flokëve. Ai është i dobishëm kundër flokut të thatë dhe atij të hollë. Forcon fijet tuaja të flokut dhe mbi të gjitha pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet të jetë nga ai që përgatitet me far dhe jo ai i përpunuar që mund ta bleni në market. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për të nxitur shëndetin tuaj të mirë dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët thonë një zëri se kosi është i mirë për organizmin dhe çdo i rritur duhet të ketë pjesë të rëndësishme të dietës së tij këtë produkt fantastik. Kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë gjithashtu edhe më i madh dhe më i plot. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm nëse shijohet si duhet në vaktet tuaja ditore dhe mund të parandalojë gjithashtu komplikacionet e tij. Nëse doni të merrni përfitimet që kosi jep në dietat tuaja, sigurohuni ta konsumoni atë sa më natyral.
Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura, në mëngjes, në darkë ose sipas shijes suaj përkatëse. Kosi mund të hahet gjithashtu edhe në vaktet tuaja më të vona. Kosi është një nga ushqimet e pasur me kalcium, me kalium, me magnez, vitaminën B2 dhe gjithashtu vitaminën B12. Në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat e kosit dhe përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të tij. Sistemi juaj tretës do të përfitojë ndjeshëm me shtimin e kosit në vaktet tuaja ditore. Kosi do të përmirësojë tretjen dhe gjithashtu do të evitojë edhe problemet tuaja të komplikacioneve të organizmit. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për shëndetin tuaj dhe gjithashtu një nga lehtësuesit më të mëdhenj të organizmit. Kosi do të nxjisë një imunitet më të mirë. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin tuaj ta bëjë atë gjithashtu edhe më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme siç janë për shembull zinku, magnezi dhe seleniumi, të cilat ndikojnë drejt për së drejti edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Tensioni juaj i gjakut do të stabilizohet ndjeshëm me konsumin e kosit në vaktet tuaja ditore. Sipas të dhënave të Healthline, kaliumi të kosit do të ndihmojë gjithashtu në eliminimin e kriprave të tepërta edhe në organizmin tuaj. Ndaj, përfitimet që do të merrni prej tij mund të jenë një përzgjedhje mjaft e mirë në nxitjen e imunitetit. Gjithashtu, infeksionet tuaja mund të mbajnë në kontroll me shtimin e kosit në vaktet tuaja ditore. Kosi është veçanërisht një nga aleatët më të mëdhenj sepse parandalon mykun dhe infeksionet e organeve tuaja. Kosi përmban laktobacile, bakterie të cilat frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Kockat tuaja do të përfitojnë ndjeshëm me shtimin e kosit në vaktet tuaja ditore. Një filxhan me kos do të ofrojë të paktën 275 mg kalcium. Për këtë arsye, kosi mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për t'u marrë në mëngjes, për të evituar kështu komplikacionet e tij dhe për t'i dhënë kockave forcën e duhur për një shëndet të plotë dhe gjithashtu të evitoni problemet të organizmit. Kosi do të ofrojë laktobacile të mira për sistemet tuaja tretëse. Kosi përmban probiotik të cilat do të eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi juaj tretës. Nëse vuani kështu nga fryrja e barkut, diarreja, është e këshillueshme të shtoni kosin në vaktet tuaja ditore. Rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë vërtet fantastike. Kosi mund të konsumohet gjithashtu edhe pas një aktiviteti të rënd fizik. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që u duhen për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit do të bjerë ndjeshëm dhe kosi mund të ofrojë gjithashtu një rritje më të mirë të tij. Ekspertët thonë se kosi është një përzgjedhje shumë e mirë kundër alergjive të ndryshme dhe mund të jetë gjithashtu një nga produktet më të mira ushqyese në vaktet tuaja. Kosi do të ndihmojë të ndjeni të ngopur për më gjatë dhe të evitoni dëshirën për konsumin e ushqimeve jo të mira. Kosi përmban pak kalori dhe për më tepër fal konsumit të tij, qelizat të yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit organizmin të humbasë më shumë kilogram. Kosi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Kosi ofron një mbrojtje më të mirë të dhëmbëve kundër kaviteteve të tyre. Ai përmban acidin laktik që i mbron mishrat tuaj të dhëmbëve dhe mbi të gjitha do të ofrojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj dentar. Në këtë mënyrë, shtimi i kosit në dietën tuaj mund të përkthehet edhe në nga mbrojtjet më të mira të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni këto përfitime në vaktet tuaja ditore, kosi i përgatitur vetë në kushte shtëpie do të ishte një nga zgjedhjet më të mira për një organizëm të shëndetshëm dhe një trup më të fortë. Kosi do të përmirësojë gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Në ditët e sotme është më shumë e rëndësishme të keni një imunitet më të fortë për të luftuar probleme të ndryshme. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore është një përzgjedhje mjaft e mirë. Ndaj mos nguroni ta konsumoni atë brenda rekomandimeve tuaja ditore. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.